Okej, jemi gati tashmë për të vijuar 12 shenja të zodiakut, për të cilat ne do të kemi mundësi të shohim se si do të jetë kjo fillim jave. Nisim më njëherë me shenjën e parë, jemi tek Dashi. Në planin profesional, dita shtyn drejt reflektimit dhe ndryshimeve të mundshme. Disa projekte mund të kërkojnë riorganizim, ndërsa ndikime të paqëndrueshme sugjerojnë të bëni kujdes në vendimet financiare. Kjo është një nga gjërat tuaja më të rëndësishme që duhet ta respektoni ditën e sotme. Shkojmë nga Dashi tek shenja e radhës, jemi tek Demi. Për Demin do të kemi të bëjmë me një klimë rikuperimi dhe rritjeje. Përpjekjet e kaluara në punë po japi rezultate konkrete, ka ardhur momenti që ju të shijoni frytet e punës suaj të palodhur. E nga ana tjetër, financat po stabilizohen dhe po hapen mundësi të reja për konsolidim. Sot, një ditë e mbarë për shenjën e Demit dhe me sa duket edhe Dashi ishte pak a shumë në tjetatura. Kishte tregues goxha pozitiv sa i përket horoskopit. Kështu që mbetet ta shijoni ditën e sotme në maksimumin e mundshëm. Shkojmë tek binjakët. Pas tensioneve të kaluara, është momenti për të rifituar ekuilibrin në punë. Kishni dorë nga gjërat që ju mbajnë peng në momente kur progresi ka qenë i ngadalt. Kishni dorë nga gjërat që në një lloj forme ju bëjnë të mendoni se nuk keni potencialin e duhur për të kryer një detyrë apo tjetrën. Sot duhet të fitoni ekuilibrin në punë, duhet të rifitoni respektin e njerëzve me cilët ju punoni në mënyrë që të shihni rezultate. Mundësi të reja kërkojnë fokus dhe disiplinë, sidomos nëse bëhet fjalë për menaxhimin e parave. Shumë kujdesshëm aty, një moment i vogël edhe situata mund t'ju shpëtoj duarsh dhe ndoshta mund ta gjeni vetëm përballë situatave në të cilat nuk është se ishit fort i përgatitur për të shkuar. Dhe shkojmë nga binjakët tek shenja e radhës, ndalemi te Gaforja. Për Gaforen ky është një moment goxha i ndjeshëm në raport me ambientin profesional, nuk po përjetoni ditët tuaja më të mira. Reagimet emocionale mund të ndikojnë në vendimarrje ekonomike, kështu që ajo çfarë këshillohet të keni kujdes ditën e sotme është të tregoni maturi. Edhe përballë situatave që e keni vështirë t'i superoni emocionalisht. Ndonjëherë duhet të uleni, të merrni frymthell, të rifitoni qetësinë dhe më tej, pasi ta keni rifituar këtë qetësi, pasi të shihni që një reagim apo një tjetër nuk ju nxjerr jashtë ekuilibrave, atëherë ndoshta është momenti që filloni edhe të tregoni çfarë nuk shkoi mirë, çfarë ishte ajo e cila ju nxori nga një rutinë e shëndetshme që ju mund të keni qenë duke respektuar. Dhe shkojmë tej nga Gaforja tek shenja e radhës, jemi tek Luani. Sa i përket Luanit, nisim me lajme të mira në këtë të hënë. Energjia për këtë shenjë të horoskopit është në rritje, ka projekte të reja dhe iniciativa të cilat do të kërkojnë që të hidheni në veprim, mos merrni shumë kohë për t'u menduar gjatë, por as mos u nxitoni për të bërë hapin e gabuar vetëm duke u përpjekur që të kapni ritmin. Tregoni të kujdesshëm, të matur edhe vendosni objektiva dhe prioritete. Projektet e reja dhe iniciativat do të kërkojnë veprim, siç u thash edhe më herët, investimet afatgjata duken premtuese, por gjithmonë kjo do të ndodhë vetëm në rastin kur planifikohen me kujdes. Siç u thash më herët, pa u hedhur me njëherë në veprim, por edhe pa pritur shumë gjatë për të marrë një vendim. Ndonjëherë ka gjëra që kërkojnë që t'jeni preciz në vendimarrje. Këtë gjë duhet ta bëni ditën e sotme nëse i përkisni shenjës së Luanit. Dhe ndalemi më tej nga kjo shenjë tek e radhës, shkojmë tek Virgjëresha. Sa i përket shenjës së Virgjëreshës, një gjë dim ta themi me siguri, që duke nisur nga dita e sotme, jeni në një kohë ideale për të ndërtuar strategji të reja profesionale. Dielli do të ndriçojë në kuptimin e plot të fjalës për ju. Sot merrni kohë, qetësohuni, merrni frymthell,
ulluni në laptopin tuaj, ose për ata që mbeten ende tradicional dhe i pëlqejnë të shkruajnë, dhe hidhni ide të reja, ndërtoni një strategji e cila në një të ardhme të afërt shpresojmë do t'ju shpërblej duke plotësuar ambicjet tuaja profesionale, por mëtej edhe duke mbushur xhepat tuaj, sepse edhe kjo është një e mirë e rëndësishme për vijimsinë e kujtdo. Ajo çfarë ndoshta nuk po përjetoni mirë në këtë pikë është se keni një lloj ankthi për të ardhmen financiare. Si mund të largohet ky ankth i cili ju ka përfshirë gjatë kësaj fillimjave, duke menaxhuar dhe duke bërë hapa të qartë dhe të matur. Pa u bërë, le të themi, një njeri dyshues plotësisht tek vetja, por edhe pa qëndruar për shumë gjatë me pasiguri të shumta të cilat nuk ju lejojnë që të zhvilloheni. Shkojmë mëtej nga Virgjëresha tek Peshorja, se përket shenjës së peshores, balancimi i marrëdhënieve në punë do t'jetë gjëja kyçe e ditës së sotme. Bashkëpunimet mund të sjellin përfitime ekonomike, por do të kërkojnë diplomaci dhe durim. Çka nis sot nuk do thotë se përfundon sot. Dhe prandaj në marrëdhënie me njerëzit, ju që përkisni shenjës së peshores, duhet të vendosni ura komunikimi. Duhet të garantoni që gjëja do t'jetë e vazhdueshme dhe ju do mund të punoni edhe nesër me ata njerëz me të cilët ditën e sotme mund t'jesht të jeni përshëndetur. Kështu që do duhet të tregoni diplomaci, durim dhe të njihni sa më shumë njerëz ditën e sotme. Shkojmë mëtej nga Peshorja tek Akrepi. Për shenjën e Akrepit, kjo është një fazë e cila çështjet e drejta do të kërkojë përqendrim maksimal në objektiva konkrete. Mund të ketë sfida financiare, këto nuk kanë qenë të përjashtuar asnjëherë çështjet e drejta, por lajmi mirë se me vendosmëri do të arrihen rezultate solide. Kjo ka rëndësi, pra përtej gjithçkaje, përtej sfidave dhe vështirësive, do të arrini që të shihni edhe të mira nga çdo përpjekje juaja. Shkojmë mëtej nga shenja e Akrepit tek Shigjetari. Për Shigjetari në horizont do të shfaqen mundësi të reja profesionale. Financat mund të përmirësohen përmes iniciativave personale dhe zgjerimit të kontakteve. Kjo është ajo çfarë do të ndodhë ditën e sotme me shenjën e Shigjetarit, një shenjë favorizuar me sa duket nga ajo çfarë arrim të kuptojmë, kështu që shfrytëzoni mundësitë e reja që shfaqen në horizontin tuaj sot. Shkojmë tek Briciapi. Shenja e radhës ku ne do ndalemi. Sa përket Briciapit, disiplina dhe përkushtimi mbeten çelësi i suksesit. Dita do të favorizoj stabilitetin financiar dhe përparimin gradual në karrierë. Mos prisni që gjërat të bëhen shpejt me njëherë. Pavarësisht se Briciapi e meriton, është nga ato shenja që vazhdimisht punon dhe nuk heq dorë nga qëllimet dhe synimet e veta derisa t'i realizoj, por ndonjëherë jepini kohë edhe kohës, se ka edhe ajo të nevojshme të ketë mundësi për t'i parë gjërat në një perspektivë tjetër. Dhe në fakt, ajo çfarë duhet keni parasysh ditën e sotme është të punoni për ta nxitur akoma edhe mëtej disiplinën tuaj. Shkojmë mëtej tek Ujori. Sa i përket shenjës së Ujorit, do të kërkohet fleksibilitet në punë për të përshtatur me ndryshimet. Mund të ketë disa ndryshime të vogla, por që sërish në gjendjen tuaj mund të mos reflektojnë në formën më të mirë të mundshme. Prandaj duhet të kujdeseni që ta merrni hap pas hapi gjithçka, ta pranoni së pari dhe mëtej ta bëni pjesë tuajën. Financat mund të luhaten, ndaj do të ishte mirë që gjatë ditës së sotme të shmangnit vendimet impulsive, mos u hidhni menjëherë në veprim, sado e mirë mund t'ingëllojë diçka, duhet së pari të mendoni se sa do t'ju duhet praktikisht në jetën tuaj. Mos nxitoni sepse nuk jeni duke përjetuar periudhën më të mirë financiare. Dhe përballë kësaj, padyshim ka një zgjidhje që është të kursejmë dhe të tregohemi të matur e të kujdesshëm. Dhe shkojmë në përfundim tek shenja e radhës dhe e fundit, jemi tek Peshqit. Për Peshqit
kjo do t'jetë një ditë disi e lodhshme, e po të vish nga fundjava, të kesh pasur kohën për të çlodhur, për të hequr të gjitha të barrën emocionale apo edhe fizike që mund të kesh pasur për gjatë një jave dhe të rikthehesh në një të hënë si kjo, me lodhje në aspektin profesional, nuk është e drejtë, por ja që yjet ua ofrojnë këtë shenjë së peshqve, kështu që gjithçka mund të themi është kur ajo do mund ta përballoni fare mirë, ndoshta merrni edhe pak kohë për të shqetësuar, nëse fundjava nuk ka qenë mjaftueshëm, këshillohet që të shmangen konfliktet dhe të priten zhvillime më pozitive në vijim për financat. Çdo e keqe ka një të mirë dhe çdo e mirë ka një të keqe. Kështu që mbase kjo është mënyra e duhur se si duhet ta imagjinoni ditën tuaj, ju që i përkisni shenjës së peshqve. Dhe kemi përfunduar kështu me horoskopin ekonomik për këtë 27 prill, për këtë fillim jave, përgjithsisht shenjat ishin me tregues pozitiv, po kishte patjetër edhe nga ato që mbasi do ta kem pak më të vështirë ditën, por në vijim më mirë do të bëhet.